Selam hoqë, çfarë mendimi ki për ato reja që po punojnë e po i lajnë vjerat vetë me i ba punë të shtëpisë? Aleikum selam rahmetullah. Feja jonë gjithmonë thotë ndihmohunin mes vete në të mira edhe në punë të mbara. Këtu hyn domethënë edhe kjo. Me gjetë një mirë kuptim reja me vjerën, djali me grunë me nanën, një mirë kuptim. Nëse vjera e pranën një gjë të tillë, pa presion, është akoma, do thonë në moshë që mund me punu, alhamdulillah, pastaj gruaja, do të nusja në këtë rast, mund me bëni punë e cila është punë halal, e cila është punë e arsyeshme, punë me cilën me ato para ajo e ndihmon familjen e vet, e ndihmon burrin, familjen, për shembull, ka nevojë me nërës një shtëpi, me ble një banesë, me bë një martesë, një diçka, të gjithë mbledhin parë vjera, thotë unë i kqyri fëmijët me izën Zotit, unë i bëj punë të shtëpisë, shkoti nuse puna, edhe knena djali punon pra burri, i mbledhin disa pare, elhamdulillah, në bashkëpunim e blejnë një shtëpi ose nërëqin një shtëpi ose blejnë një banesë, bëjnë diçka. Gjithmonë mirë kuptimi më kanë mes vete. E jo tash ajo mu detyru vjeran, moshë të shtyr, reja nuk nin as për burrin e vet, as për vjerën e vet, i merr paret, ecë si zoj për vete, blen lukse, blen brandet shtrajta, nuk nin për shtëpi, bani vetë çka doni. Gjithmonë mirë kuptimi është i mirë. Aty ku s'ka mirë kuptim, nuk ka bereqet në të familje. Prandaj unë nuk po du me thonë tash mos punoje, mos ta lën vjerën se është haram vjera me punu në shtëpi. Nëse mund me punu, pse? Mirë kuptim, mirë kuptim. Mirë kuptim. Le ta konsideron vjera rejën si vajzën e vet, edhe reja vjerën si nanën e vet. Edhe kështu kalojnë mirë. Ti te kalojnë pak do gjana dytësore, ti mbyllin syt karshi gabimeve të ose pikave dopta, se cili njeri ka mangësi, ka pika dopta. Ti mbyllin syt edhe kalojnë se nuk ka njeri të përkryer, s'ka. Me gjithë një mesatar dhe mirë kuptim.